Strukturat e Aleancës për shqiptarët që janë brenda koalicionit Vlen mbajtën mbledhjen e kuvendit për themelim, ku në fokus të diskutimeve ishin zhvillimet politike në vend, ndërsa u miratua koncepti Aleanca e Re, i cilësuar si hap strategjik për një strukturim më të fuqishëm dhe të unifikuar politik. Në frymën e riorganizimit dhe forcimit të brendshëm, u vendosën pezulllimi menjëhershëm i funksionimit të gjitha organeve aktuale deri në një vendim të ri, shpallja e një moratoriumi të përkohshëm në të gjitha aktivitetet partijake. Me shumicë votash, kuvendi për themelim autorizoi kryetarin zoti Arben Fetai që zhvilloi negociatat e mëtejshme në kuadër të lidershipit të Vlenit me synimin themelimin e Vlenit si parti politike në përputhje me vlerat dhe parimet e dakorduara deri më sot. Por ajo që ra në sy ishte mungesa e dy figurave të ASH së Vlenit në këtë mbledhje, në krye të së cilës qëndronte vetëm Arben Fetai, aktualisht zëvendëskryeministër për qeverisje të mirë. Pra, munguan ministri i shëndetësisë Azir Aliu dhe deputetja Mimoza Musa. Kur u pyet për këtë, Aliu dha një përgjigje të përgjithshme. Të gjithë proceset politike në shtet janë në linjë me atë që i kërkojnë qytetarët. Qytetarët kërkojnë që të jemi sa më të bashkuar, të kemi një qëllim, që të kemi një të ardhme më të mirë për vendin. Në këtë këndvështrim edhe ne si Vlen punojmë që një ditë më herët të jetë një strukturë e organizuar mirë dhe mos kemi, le të themi, ndryshime administrative në arritjen e qëllimeve tonë. Aliu konfirmoi se deputeti Ilir Demiri tashmë është pjesë e nismës për, siç e quajti, bashkim të forcave, ndërsa konfirmoi po ashtu se janë në bisedime edhe me deputet të tjerë që t'i bashkohen kësaj iniciative.